Horoskopi ditor, e enjte, 22 janar 2026. Dashi. Energjia kozmike sot thekson përshtatje me ambicjet tuaja dhe për afrimin e veprimeve me pasionet tuaja të brendshme. Mund të gjeni mundësi për të përparuar në karrierën tuaj, por vetëm nëse ngadalsoni për të siguruar që entuziazmi juaj përputhet me një ekzekutim të menduar mirë. Kanalizimi i energjisë suaj të zjarrt drejt planifikimit strategjik mund t'ju vendos në një rrugë të dobishme. Marrëdhëniet mund të kenë nevojë për vëmendje shtesë. Dëgjimi është thelbësor pasi partneri ose miqtë tuaj shprehin emocione më të thella. Shmangni shpenzimet impulsive pasi tërhiqeni nga gjëra që premtojnë eksitim të menjëhershëm. Një shëtitje e shkurtër mund të bëjë mrekulli për mendjen tuaj. Ekuilibri është qelësi, prandaj integroni momente qetësie për të ruajtur harmoninë e brendshme. Një praktikë e shkurtër meditimi mund të ofrojë qartësi dhe fokus. Sonte, kënaquni me një aktivitet ngushëllues për të rimbushur. Mos harroni, leadershipi juaj natyror mund të frymëzojë shumë, por së pari duhet të ushqeni veten. Besoni se çdo moment fokusi ju afron me qëllimet tuaja. Universi mbështet udhëtimin tuaj me një shtytje të butë sot. Demi. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të shijoni bukurinë e qëndrueshmërisë dhe durimit. Natyra juaj e palëkundur është në qendër të vëmendjes, duke ju ofruar rastin e përsosur për të ndërtuar mbi themelet tuaja ekzistuese me kujdes të zellshëm. Nga ana financiare, është një ditë produktive për të rishikuar investimet ose kursimet. Planifikimi i kujdesshëm mirëpret përfitimet afatgjata. Ndër veprimet romantike mund të ndihen më të lehta dhe një surprizë e këndshme mund t'ju ngrohë zemrën. Në punë, qasja juaj metodike fiton respekt dhe mund të çojë në bashkëpunime të frytshme. Nëse jeni ndjerë të shkëputur nga natyra, merrni në konsiderat një aratisje të shkurtër për të rifreskuar shpirtin tuaj. Një aratisje botanike mund të frymëzojë kreativitet dhe qetësi. Në ndjekjet krijuese, shisat tuaja janë të përforcuara, duke quar në ide potencialisht inovative që ja vlen t'i shkruani. Ndërsa mbrëmja shpaloset, shijoni momentet e qeta me të dashurit. Bisedat kuptimplote mund të thellojnë lidhjet. Përqafojeni këtë ditë si një kanavac të pikturuar me dashuri dhe praktik, duke ju kujtuar gëzimet në kënaqësitë e thjeshta dhe metodike. Binjakët. Përgatituni të përqafoni një ditë të mbushur me lidhje shoqërore dhe shkëmbime stimuluese. Me energjinë e Mërkurit që ndriçon rrugën tuaj, aftësia juaj komunikuese është në kulmin e saj, duke tërhequr të tjerët në bisedat tuaja të gjalla. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të shumta, prandaj mos u shmangni nga prezantimet e mundshme që mund të nxisin rritje në të ardhmen. Natyra juaj kurioze plotësohet nga kjo atmosferë, duke ju nxitur të eksploroni hobi të reja ose të pazakonta. Megjithatë, mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Njohuri të paqmueshme mund të lindin papritur. Profesionalisht, një ide e lindur sot mund të evoluojë në përparim të rëndësishëm nëse ushqehet me kalimin e kohës. Balancimi i natyrës suaj të dyfish kërkon vëmendje të ndërgjegjshme. Prandaj caktoni kohë pushimi për të pushuar dhe për të rimbushur qartësinë tuaj mendore. Një histori e shkurtër e improvizuar ose një seancë ditari mund të qetësojë shpirtin tuaj mes nxitimit të ditës. Mbrëmja ju fton një shans për të çlodhur me diçka argëtuese. Lëreni veten të jeni të gjithanshëm por të qëndrueshëm, të lehtë, por të informuar. Ky ekuilibër dinamik e përshtat gjallërinë tuaj me mundësitë e ditës. Gaforria. Sot ju fton të ushqeni botën tuaj emocionale, ndërkohë që i mbështesni ëndrat tuaja në realitet. Mund të ndjeni një lidhje më të thellë me mjedisin tuaj shtëpiak. Përdoreni këtë frymëzim për të organizuar hapësirën tuaj të jetesës në një vend të shenjtë që pasqyron paqen tuaj të brendshme. Energjitë ndryshme inkurajojnë adresimin e çdo problemi të pazgjidhur familjar me butësi. Kërkimi i pajtimit ose mirëkuptimit forcon lidhjet. Në një front profesional, adresimi i dyshimeve të mbetura drejt për drejt përparon qëllimet tuaja, duke quar në mbështetje të papritur nga kolegët. Vizualizoni aspiratën tuaj dhe lidheni atë me momente të arritshme, duke rikalibruar qasjen tuaj nëse është e nevojshme. Mes tyre, mos harroni kujdesin për veten. Të kënaqeni me një vakt ushqyes ose një banjë rigjallëruese mund të rivendos vitalitetin tuaj, duke ju kujtuar se dashuria për veten tërheq pozitivitet. Mbrëmja sugjeron një përvojë pasuruese përmes vetë-reflektimit ose ndjekjeve krijuese që ju i vlerësoni vërtet. Përqafimi i këtyre momenteve të buta pasqyron në mënyrë të sigurt shpirtin ushqyes. Sot, zotëroni artin e balancimit të depërtimit me veprime të prekshme për të përqafuar si sferat eterike, ashtu edhe ato materiale. Luani.
Sot kozmosi ju fton të shkëlqeni, duke ndezur mundësi si në sferën personale ashtu edhe në atë profesionale. Karizma juaj natyrore është magnetizuar, duke tërhequr të tjerët drejt ngrohtësisë suaj të gjallë dhe leadershipit frymëzues. Angazhohuni me besim në punë. Propozoni ide inovative ose nxisni frymën e ekipit, duke fituar lehtësisht zemra dhe mendje. Kreativiteti rrjedh pa mundim, duke mundësuar projekte artistike të jashtëzakonshme ose metoda zgjidhje problemesh. Sidoqoftë, dëgjimi i përulur mund të rrisë rritjen tuaj dhe të ndriçojë shtigje të papara më parë. Ndërveprimet shoqërore premtojnë gjallëri dhe ndoshta edhe një romancë të re në lulezim nëse jeni beqar. Jini të hapur ndaj surprizave. Shpërblimet financiare mund të vinë nga burime të papritura, por shmangni shpenzimin impulsiv. Në vend të kësaj, planifikoni për kënaqësi në të ardhmen. Pushimi i vetëdijshëm kundër energjisë suaj të gjallë ruan ekuilibrin, ndoshta provoni një stërvitje dinamike vallëzimi për të kanalizuar energjinë tuaj. Ndërsa nata shpaloset, filloni takime intime ose shëtitje biseduese, duke u krenuar me ndarjen autentike. Përqafoni pasurinë e plot të natyrës suaj mbretërore sot, duke ditur se qëllimet tuaja ndriçojnë shumë jetë përreth jush. Virgjëresha. Yjet e sotëm rreshtohen për të mbështetur natyrën tuaj të kujdesshme dhe kërkimin për përmirësim. Ndërsa aftësitë analitike rriten, vëmendja është në renditjen e detajeve. Kapeni këtë moment për të organizuar, pastruar ose rafinuar planet me saktësi. Aftësia juaj e lindur për të përmirësuar proceset ju shërben mirë në punë, duke quar potencialisht në përmirësime që kolegët i vlerësojnë. Sidoqoftë, mos harroni të mos përqendroheni shumë në kurrizë të parit të pamjes së përgjithshme. Shkëmbimi i ideve stimulon frymëzimin, prandaj përqafoni dialogët bashkëpunues. Në marrëdhënie merrni në konsiderat shprehjen e dashurisë përmes gjesteve mbështetëse. Aktet e vogla të mirësisë nxisin ngrohtësi dhe reciprocitet. Mendja juaj analitike përfiton nga ndjekjet krijuese sot, shkrimi, arti ose zgjidhja e enigmave mund të sjellin kënaqësi dhe gëzim të papritur. Ndërsa synoni për sosmërinë, sigurohuni që kujdesi për veten të përfshi pushime të buta. Një çaj bimor qetësues ose një praktik joge mund t'ju freskojë. Përqafoni zellin e detajuar me një sasi dhe mshurie, duke kuptuar se vetëdia nxit rritjen dhe fton ndërveprime harmonike gjatë gjithë ditës suaj. Peshorja. Natyra juaj shoqërore lulëzon nga energjitë harmonike të sotme, duke inkurajuar ekuilibrin dhe lidhjen në të gjitha ndërveprimet tuaja. Synoni të krijoni ekuilibër midis detyrave profesionale dhe harmonisë personale. Të dyja mund të bashkëtojnë bukur nëse menaxhohen me hir. Projektet bashkëpunuese përfitojnë nga perspektiva juaj e barabartë, dhe sharmi juaj diplomatik i shndërron konfliktet e mundshme në negociata të qeta. Në aspektin shoqëror, kjo ditë ofron mundësi të shumta për të kënaqur me përvoja të përbashkëta që ringjallin shpirtin tuaj. Ndani të qeshura dhe cenueshmërinë me miqt, duke hapur dyert për marrëdhënie më të thella dhe njohje të reja. Në dashuri, gjestet e buta dhe planet e përbashkëta ndërtojnë intimitet të këndshëm. Shijoni momentet e bukurisë dhe artit, duke reflektuar elegancën tuaj të sunduar nga Venusi. Ndërsa maturia financiare është e mençur, kreativiteti sot harmonizon praktikën, duke sjellë zgjidhje inovative për enigmat monetare. Para se të bjerë mbrëmja, relaksohuni mendjen tuaj me muzikë qetësuese ose melodi elegante, duke ju ndihmuar të përpunoni shkëmbimet e gjalla të ditës. Mos harroni, ruajtja e paqes së brendshme shtrihet jashtë, duke siguruar që bukuria e jetës të hieshojë çdo hap sot. Akrepi. Sot ju bën thirrje për shtytjen tuaj pasionante për të ushqyer transformimin dhe rritjen. Përdorni intuitën tuaj. Perceptimi juaj i mprehtë mund të zbulojë të vërteta që të tjerët mund t'i humbasin. Shtigjet e karrierës mund të hapen për ata që janë të gatshëm të shtyjnë përtej zonave të rehatisë. Besojini instinkteve tuaja ndërsa eksploroni partneritete ose zhyteni në projekte komplekse. Njohuritë e fuqishme udhëheqin fruta më të shijshme. Sidoqoftë, kanalizoni ambiciet me diskrecion për të shmangur shkeljet e rënda në terrene të ndjeshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në dashurinë dhe angazhimin tuaj intensiv. Diskutimet e sinqerta mund të çojnë në mirëkuptim të thellë, ndërsa ruajtja e privatësisë mbron kufit personal. Financiarisht, tregoni kujdes ndërsa mendoni për investime të konsiderueshme. Analiza më e qartë me kalimin e kohës sjell shpërblime më të mëdha. Mes intensitetit, ndani kohë për vetmi restauruese ose vetanalizë përmes praktikave të vetëdijes. Mbrëmja fton misterin dhe intrigën. Angazhohuni në një film ose libër që stimulon kuriozitetin.
Lejoni që alkimia e ditës të ripërcaktoj prioritetet, duke siguruar që fuqia të përzihet pa probleme me mençurinë ndërsa përdorni magji transformuese në të gjitha përpjekje. Shigjetari. Erat e aventurës po fryhen, duke ju ftuar të zgjeroni horizontet tuaja dhe të përqafoni eksplorimin. Optimizmi juaj karakteristik merr një shtys, duke ju nxitur drejt përvojave të reja ose ndjekjeve arsimore. Sipërmarrjet profesionale favorizojnë qasje inovative sot. Megjithatë, rishikoni planet për të siguruar që perspektivat e bazuara plotësojnë natyrën tuaj vizionare. Peshoret shoqërore anojnë në favor të shoqërisë, duke ftuar dalje spontane ose ngjarje rrjedhëzimi që forcojnë aspirata. Si filozof natyror, angazhohuni në diskutime të thella që ushqejnë rritjen tuaj dhe ndezin entuziazmin tuaj për jetën. Njohuritë financiare të fituara sot ofrojnë rrugë për të gjetur një ekuilibër midis kursimeve të kujdesshme dhe shpenzimeve aventureske. Marrëdhëniet janë plot me të qeshura dhe ideale të përbashkëta. Krijimi i lidhjeve më të thella pasuron jetën e të gjithëve. Kujdesuni për nivelet tuaja të energjisë. Lënia mënjane momenteve për reflektim ose një shëtitje të shpejtë në natyrë mban shpirtra të gjallë. Ndërsa nata perëndon, një dokumentar ose eksplorim kulturor ngre dëshirën tuaj të brendshme për të udhëtuar. Besojini pikpamjeve tuaja të gjera. Yjet ju inkurajojnë të hapni udhëtimin tuaj të frymëzuar sot. Britsjapi. Sot ju sfidon të përzjeni ambicien me dëmshurinë, duke skalitur një peizazh suksesi dhe empatie. Përdorni aftësitë strategjike për të forcuar projektet profesionale, duke hapur rrugë për arritjen mbresëlënëse. Megjithatë, ekuilibroni me një vetëdije të ndërgjegjshme për rrymat emocionale të kolegëve. Bashkëpunimet intuitive zhbllokojnë përfitime të paparashikuara. Rreshtimi kozmik i sotëm inkurajon rishikimet financiare, duke i dhënë përparësi sigurisë mbi rrezikun, sjell prosperitet afatgjat. Në sferat personale, durimi vërteton avantazhin e tij. Përmbajtja dhe dëgjimi ushqejnë marrëdhënie. Lidhjet cilësore ndërtojnë qëndrueshmëri, duke ushqyer ëndrat e përbashkëta me respekt të ndërsjellë. Kreativiteti lulëzon përmes kohës së lirë të strukturuar. Kanalizoni aftësitë në ndjekje të artit ose dizajni që sjellin kënaqësi. Ndërsa vrulli nxit progresin, integroni pauza për mirëqenie. Aktivitetet fizike si ecja në natyrë ose shtrirjet e ndërgjegjshme mbështesin energjinë, duke lidhur trupi me qëllimet shpirtërore. Ndërsa dita konvergon në mbrëmje, rehatia mbizotëron në tubimet intime. Festoni arritjet me mirësi, përqendrimi në zhvillimin holistik nxit kënaqësinë dhe ju pozicionon për triumf të vazhdueshëm. Ujori. Përqafojini energjitë krijuese të kësaj dite që ju shtyn drejt depërtimit dhe inovacionit. Mentaliteti juaj i përparuar ma gjeps kolegët, duke frymëzuar zgjidhje bashkëpunuese në sferat profesionale. Mundësitë e rrjedhëzimit shumohen, lidheni me shpirtra të ngjashëm që ndajnë vizionin tuaj eklektik. Aleancat pioniere premtojnë rezultate emocionuese. Ndërveprimet personale rrezatojnë harmoni ndërsa shprehni ëmbëlsi autentike dhe kreativitet jo ortodoks. Eksperimentimi në shtëpi zgjeron peizazhin tuaj të ëndrave me prekje artistike, por mbështesni idetë e çuditshme në praktik kur kërkohet. Financiarisht, ushtroni larg pamësitë të zgjuar. Merrni në konsiderat strategji të pazakonta për rritje të qëndrueshme. Fleksibiliteti fton mundësi të reja edhe kur paraqiten sfida. Mirëqenia fizike lulëzon përmes përvojave të ndryshme. Provoni një aktivitet që është jashtë rutinës suaj, duke fuqizuar mendjen dhe trupin njësoj. Ndërsa mbrëmja mbulon ditën, kërkoni stimulim intelektual përmes dialogut kuptimplot ose mrekullisë së teknologjisë. Natyra juaj kurioze shijon ndjekjen e mirëkuptimit. Vlerësoni individualitetin. Sot universi shpërblen angazhimin tuaj ndaj perspektivave unike dhe idealeve të çmuara. Peshqit. Energjia ndërrimtare e sotme kanalizon kreativitetin dhe emocionin, duke ju ftuar të gërshetoni empatinë në çdo gjë që prekni. Intuita udhëzon veprimet, duke ofruar qartësi në hapësirat ku logjika lëkundet. Profesionalisht, u besoni ideve tuaja të frymëzuara për të lundruar në shtigje inovative. Ato mbartin potencial për te të zakonshmes. Kolegët e vlerësojnë qasjen tuaj të dhemshur, megjithse përcaktimi i kufive me vendosmëri rrit respektin e ndërsjellë. Zgjedhjet financiare përfitojnë nga introspeksioni. Organizoni këto dimensione me një sy drejt stabilitetit. Shoqërisht, lidhjet personale nxisin shkëmbime kuptimplote ndërsa empatia ndan vëmendjen, duke forcuar lidhjet me ëndrat e përbashkëta. Perspektivat romantike zbulojnë dashuri të thelluar përmes gjesteve të buta dhe të sinqerta.
Mirëqenia mendore dhe emocionale lulëzon përmes shprehjeve krijuese si muzika, poezia ose arti vizual. Kalimi i vizioneve të brendshme në bukurinë e jashtme ndriçon sferën tuaj. Angazhohuni në shëtitje buzë oqeanit ose praktika meditative për ngushëllim të brendshëm. Ato rifreskojnë shpirtin tuaj dhe rigjallërojnë perspektiva. Sonte, shijoni një mjedis qetësues me të dashurit. Harmonia forcon emocionet dhe krijon ura të buta për agimin premtues të së nesërmes. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.